Gjatë 24 orëve të fundit është regjistruar një fluks i lartë në pikën kufitare të Kakavis, ku shumë emigrantë shqiptar të ardhur për festat e fundvitit, por i kthehen në vendet e tyre të punës. Problematika dhe dyndjet e larta në kufi me Greqinë janë edhe për shkak se pala greke punon vetëm me 2 sportele, ndërkohë që pala shqiptare punon me kapacitet të plotë. Ndërkohë vetë emigrantët shqiptar duke pritur në radhë në Kakavish shprehen të indinjuar lidhur me këtë situatë të krijuar në pikën e kalimit kufit. Aty jetoni? Si është kthimi? Si është ardhja dhe ikja? Ne shikoni vetë ne tani sapo erdhëm. Shikojmë në na greku sa të punoj. Është e njëjta situatë? Duhet diçik durim. Fesa kemi çdo gjë do durim. Se është qarkullim i madh. Patjetër s'kan fajë dhe ata. Sa kohë keni që prisni? Kam 3 orë dhe bres. Nga po vini, nga cili qytet? Nga Fieri. Nga Fieri dhe këtu, 3 orë? Kam 3 orë. Dua dhe 3 orë tjera dalë poshtë, 6 orë. E dini se pala greke po punon vetëm me 2 sportele në këtë fluks të madh? Se kam iden fare, nuk njoh këtë gjë, po situata është e vështirë, si e shikoni nuk është e pakalueshme. Ju bën të mendojeni disa herë para se të ktheheni në Shqipëri të tilla situata? Tani të mendohemi, nuk bëhemi të mendohemi sepse tani kemi vendin tonë dhe nuk s'duam do vinë. Sa orë keni që po prisni? 4 orë, 5 orë. 3 orë po një herë. 5 nuk e di, po 3 gjys që në ora 9 që në 9. Nga cili qytet keni ardhur? Është e vështirë të prisni këtu në? Detyrimisht është e vështirë, se po t'ishte lehtë, nuk kanë kohë tash njeri, po është shumë e vështirë. Njeriu bën një program tjetër, del tjetër, se di ku është, me te ku është kjo lloj. Kështu ndodh gjithmonë sa herë që ktheheni? Jo, s'ndodh gjithmonë, po shpesh herë ndodh. Nuk e di kush e ka fajin. Po faji është se është i bën një marrëveshje që të bëhet një kontroll i shpejtë, diçka e tillë. Faji është i shtetit. Që nuk do t'ja di fare për ne, ata grekët janë shumë interesuar fare për kur të shkojmë punë atje, po të puna këtu ata i kanë s'ka si njeri që për kolaborizë, pse për qytetarët e tij çfarë do bëjmë, si do bëjmë, si t'i leçojmë vetëm në mëshirë të fatit, gjithandej. Edhe thot kryeministri jon se do doja ta besoja se zëri shqiptarëve dëgjohet sot në përballë fare. Sikur ka qenë para 30 viteve ajo situatës. S'na llogarit njeri, s'llogarit njeri shteti shqiptar. Por nuk llogarit shteti, ne gjithë njerëzit janë varur nga shteti. Nuk ka shtet me të fuqishëm, më as fuqi sa kemi se Shqipëria dihet. Por nuk ka fare komunikim të rregullt, vetëm batuta që bën me ne në Shqipëri, gjithë ministrat, gjithë qeveria, jo vetëm ne. Ato batuta. Sipas të dhënave nga Drejtoria Rajonale e Kufirit, bëhet e ditur se në 10 orët e fundit janë larguar në drejtim të Greqisë gati 8.000 shtetas shqiptar me banim rezident në Greqi. Kujtojmë se problematika dhe radhët e gjata në kufirin me Greqinë kanë qenë të shpeshta çdo vit gjatë ditëve të festave dhe verës, si për shkak të numrit të lartë emigrantëve shqiptar që lëvizin gjatë kësaj kohe, por edhe për shkak të mos funksionimit me kapacitet të plotë të sporteleve në pikat kufitare.